Nën Tereza, një gongje shqiptare që u bën nën e botës. Me gjak jam shqiptare, me nënshtetësi indiane. Përsa i përket besimit jam urgesh katolike, si pas thirrjes i përkas botës. Por zemra ime i përket plotësisht zemrës së Krishtit. Nën Tereza. Ka njerëz që i përkasin një vendi. Dhe ka njerëz që duke mos mohuar vendin prej nga vinë, bëhen pronë e gjithë njerëzimit. Nën Tereza ishte njëra prej tyre. Ajo lindi me 26 gusht 1910 në Shkup, me emrin Gongje Anjeze Bojaxhiu, në një familje shqiptare të Nikol dhe Drane Bojaxhiut. Ishte një vajzë e vogël nga Ballkani, e cila do të kalonte dete e kontinente për të mëritur në Indi dhe prej rrugëve të varfra të Kalkutës do t'i fliste botës për një të vërtet të thjeshtë. Madhështia e njeriut nuk matet me atë që zotëron, por me dashurinë që është në gjendje t'i jap tjetrit. Në moshën 18 vjeçare, Gongja u largua nga shtëpia për t'u bashkuar motrave të Loretos në Irlandë e më pas shkoi në Indi, për vite me radhë, dha mësim në Kalkut, por jashtë mureve të shkollës ishte një tjetër botë. Njerëz të rritur, të sëmur të braktisur, fëmijë pas të re dhe njerëz që vdisnin në rrugë pa pasur asnjë dorë njerëzore. Në vitin 1946, ajo përjetoi atë që do ta quante thirrja brenda thirrjes. Bindjen se duhet të linte jetën e rregullt të kuvendit të shkonte mes më të varfërve ndër të varfër. Në vitin 1950 themeloi misionarit e bamirësisë, barkësinë që do ta shndronte dëmshurinë e saj në një mision ndërkombëtar. Nën Tereza nuk e shikonte varfërinë vetëm si mungesë buke. Këtu qëndron ndoshta një nga dimensionet më të fuqishme të filozofisë së saj humane. Njeriu mund të ketë ushqim dhe përsëritje të uritur, mund të ketë shtëpi dhe përsëri të jetë i pastre, mund të jetojë mes miliona njerëzve dhe përsëri të ndihet i braktisur. Në fjalimin e pranimit të çmimit Nobel për paqe në vitin 1979, ajo foli për njerëzit që ishin jo vetëm të uritur për bukë, por për dashuri, dhe jo vetëm pa një çati, po të pastre, sepse ishin harruar dhe të padashur. Pikërisht për këtë arsye, vepra e saj e kalon kufirin e bamirësisë tradicionale. Ajo nuk u jepte të varfërve vetëm ushqim, përpiqej t'u kthente atë që varfëria dhe braktisja ua kishin marrë më parë dinjitetin. Kur Komiteti Norvegjez i Nobelit i dha çmimin Nobel për paqe në vitin 1979, pikërisht vlerësoi punën e saj në ndihmë të njerëzimit që vuante. Në paraqitjen e çmimit, kryetari i komitetit John Sanes theksoi se tipari dallues i veprës së saj ishte respekti për individin, vlerën dhe dinjitetin e tij. Për nën Terezën, i braktisuri nuk ishte një numër në statistikat e varfërisë, ishte një njeri. Por dimensioni human i veprës së saj nuk mund të ndahet nga dimensioni fetar. Për nën Terezën, shërbimi ndaj të varfërit ishte një mënyrë për të shërbyer Krishtit. Besimi i saj nuk ishte një teologji abstrakte, por një fe e duarve, duar që lanin plag, që ushqenin të uriturin, që përqafonin jetimin dhe mbanin dorën atij që po vdiste. Si mund ta duash Zotin që nuk e sheh, nëse nuk do të afërmin që e sheh? Ishte thelbi i mesazhit që ajo përcolli edhe në ligjëratën e Nobelit. Për të, dashuria nuk ishte një ndjenjë dekorative, ajo duhej të bëjë veprim edhe në raste të caktuara, madje sakrificë. Kjo e bante nën Terezën, një figurë njëkohësisht e thellësisht katolike dhe universalisht njerëzore. Ajo nuk pyeste për të sëmurin se cilit kombi përkiste, cilën gjuhë fliste apo cilën fe i lutej. Përpara saj ishte një qenie njerëzore që vuante, dhe vuajtje nuk ka komësi. Komiteti Nobel vuni në dukje se duke punuar për njerëz që nuk ishin të racës, fesë apo komësisë së saj, ajo kishte kapërcyer barierat që ndajnë njerëzit. Gongja që nuk harroi rrënjët. Megjithatë, në këtë universalitet kishte një rrënjë që ajo nuk e harroi kurrë.
rënjën shqiptare. Unë jam shqiptare, thoshte ajo, vetëm 4 fjalë që brenda tyre qëndronte një histori e tërë. Emri Gonxhe, duke i pothuajse profetik. Një Gonxhe e vogël shqiptare u hap larg vendit të parëve dhe aroma e saj mbriti në gjithë botën. Shqiptarët nuk kanë pse ta zoglojnë Nën Terezën duke mbyllur vetëm brenda kufive të krenarisë sonë kombëtare. Përkundrazi, madhështia e lidhjes së saj me shqiptarët qëndron pikërisht në faktin se ajo e çoi identitetin e origjinës përtej kufive. Ajo i tregoi botës një tjetër mënyrë për të përfaqësuar një popull, jo me pushtet, jo me armë, jo me pasuri, po me dëmshuri. Familja ishte shkolla e parë e kësaj dëmshurie. Pas vdekjes së hershme të Atit, nëna e saj Drane i rriti fëmijët me vendosmëri dhe dashuri, duke ushtruar ndikim të madh mbi karakterin dhe thirrjen e Gonxhës. Kështu, përpara Kalkutës ishte shtëpia, përpara misionarëve të bamirësisë ishte familja shqiptare, përpara Nën Terezës ishte Gonxhja. Në këtë kuptim, ajo i përket Shqipërisë dhe shqiptarëve, jo vetëm përmes gjakut, po përmes kujtesës. Ajo u bë një nga emrat shqiptar më të njohur në botë, një urë shpirtërore midis Ballkanit, Indisë dhe njerëzimit. Kombet e vogla shpesh kërkojnë madhështinë e tyre në herojnë luftrash. Nën Tereza në kujton se ekziston dhe një heroizëm tjetër. Heroizmi atij që përkulet për të ngritur një njeri të rrëzuar. Më 5 shtator 1997, ajo vdiq në Kalkuta, në moshën 87 vjeçare. Por vdekja nuk e mbylli historinë e saj, përkundrazi, e ktheu jetën e saj në një pyetje drejtuar secilit prej nesh. Çfarë bëm ne për njeriu që kemi pranë nesh? Më 4 shtator 2016, në sheshin e Shën Pjetrit, Papa Francesku shpalli Nën Terezën shenjtore të Kishës Katolike përpara më shumë se 120.000 njerëzve. Mes turmës kishte dhe shumë shqiptar dhe indian, 2 botët toksore që takoheshin në jetën e saj. Papa Francesku e paraqiti atë se një punëtore të palodhur të mëshirës dhe kujtoi thelbin biblik të misionit të saj. Mëshira nuk duhet të shndrohet në vepër konkrete ndaj njeriut. Edhe Kombet e Bashkuara e lidhen kujtimin e saj me një dimension universal. 5 shtatori, dita e vdekjes së Nën Terezës, është dita ndërkombëtare e bamirësisë, një ditë që kthen kujtimin e një gruaje në thirrje për veprim për miliona njerëz. Është një jetë që vazhdon të flasë. Në fund, ndoshta madhështia e Nën Terezës nuk gjendet tek çmimi Nobel, as tek fotografitë me president, pape, mbretër, madje as vetëm tek shpallja e saj shenjtore. Madhështia e saj gjendet në kontrastin i jashtëzakonshëm midis trupit të saj të brisht dhe të peshës së madhe morale që mbarti. Një grua e vogël ecste nëpër rrugët e Kalkutës. Bota nxitonte drejt pasurisë, ajo kërkonte të varfrin. Bota admironte të fuqishmit, ajo përkulej pranë të dobtit. Bota kërkonte njerëz të famshëm, ajo kërkonte ata që askush nuk i njihte. Dhe pikërisht, duke kërkuar njerëzit që bota kishte harruar, Gonxhe Bojaxhiu u bë një nga gratë që bota nuk mundi ta harronte. Nën Tereza ngriti diçka tjetër, dinjitetin e njeriut. Shqipëria dhe shqiptarët mund të shohin tek ajo jo vetëm një emër të madh të origjinës së tyre, por një detyrim moral, sepse mënyra më e denjë për ta nderuar Nën Terezën nuk është vetëm ta quajmë shqiptare, është të pyesim veten nëse dim të shohim si të shihte ajo njeriun pas varfërisë, vetmin pas heshtjes dhe shpirtin pas plagës. Ajo lindi më 26 gusht si Gonxhe, u largua nga Ballkani si vajzë shqiptare, jetoi në Indi si Nën Tereza, u bë shenjtore e Kishës Katolike, por mbi të gjitha mbeti ajo që kishte zgjedhur të ishte, një dorë e zgjatur drejt njeriu të braktisur. Dhe ndoshta, kjo është trashëgimia më poetike që mund t'i lërë një shqiptare botës, të dëshmojnë se një Gonxhe
mund të lind në një cep të vogël të Ballkanit dhe të çelë në rrugët e Kalkutës me aromën e dashurisë e kipërkas gjithë njerëzimit. E në nderim të kësaj trashëgimie universale dhe shqiptare, televizioni i shqiptarëve të Amerikës i kushton Nën Terezës 2 javë të veçanta, nga 26 gushti deri në 6 shtator, duke bashkuar simbolikisht ditëlindjen e saj, 26 gushtin me 4 shtatorin, ditën e shenjtërimit dhe 5 shtatorin, ditën e kalimit të saj në mshim, ditën ndërkombëtare të bamirësisë, në kujtimin e gruas shqiptare që i kushtoi jetën të varfërve, që i tregoi botës se dashuria bëhet e madhe pikërisht kur jepet më të vegjëve.